تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, gjithë lavdia I takon vetëm Allahut. Ata e lavdërojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë Ti je lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa sa që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je I gjithdituri, I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Rawdatul Uqala të autorit Imam Ebu Hatim Muhammad ibn Hibban At-Tamimi Al-Busti, I cili ka vdekur në vitin 354 të Hijretit. Allahu e mëshiroft, e falt atë, na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Në këtë libër që është për kopshtet e të mençurve dhe knatësit, do thotë për përfitime për të mençurit, në temën e dytë, thot autori rahimahullah, pasi mbaroj me temën e parë, ku ishte përshkrimi I mençurisë dhe cilësitë e njeriu të mençur. Ne tani vazhdon me këto kopshte dhe lulishtet për të mençurit, që do të jenë knatësi dhe piknik, do të thonë kënaqës për të mençurit. Dhe në temën e dytë është tema që ka të bëjë me përmirësimin e zemrës dhe ndjekjen e takuas. Do të thonë përmirësimi I zemrës ose përmirësimi I brendësisë, ose siç ka thënë te titujt në fillim që I ka treguar, Islahus Sarair. Do të thonë përmirësimi I sekretit. Dhe sekreti I njeriu është zemra e tij, do të thonë ai që ka në brendësinë e tij, që nuk e di askush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, pastaj e di vetë njeriu që ka në zemër. Dhe bi luzumi taqwa lillahi ta'ala, ose bi luzumi taqwa Allahi ta'ala, do thotë gjithashtu edhe për këshilla, do të thonë për mos ju ndar takuas, që është ruajtja nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Në fillim, siç është rruga e përpilimit të këtij libri, fillim përmend një hadith, ka thonë Akhbarana Ahmed ibn Yahya ibn Zuhair bi Tustar. Do të thonë na ka treguar Ahmed ibn Yahya ibn Zuhair në Tustar. Do të thonë qytetin Tustar, si tham shumë shpesh ose në shumicën e transmetimeve tregon mësuesin e tij në cilin vend e ka marrë prej tij. Dhe ai ka thonë haddathana Umar ibn Shabba قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ثان ما كيت زنجير كثن بن صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. Do thot, kur Allahu urren do një gjë prej teje, do të thonë urren Allahu do një vepër që ti ta bësh, atëherë mos e bëj atë kur ti je në vetmi. Pra ky hadith është hadith hasan li ghayrihi, është për qëllim që njeriu duhet ta ketë parasysh gjithmonë mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe atë vepër që ti e di se Allahu nuk e do, atë mos e bëj as në publik, as në fshehtësi, as kur je vetëm, kur nuk sheh askush, sepse njeriu mendon që
do të thënë ka çaste ku është i fshehur dhe do të thotë sekret nga të gjitha krijesat, nuk e sheh asnjë njeri, ose është në një vend ku nuk e njeh askush, edhe atëherë shtytësit ose nxitësit për të bërë mëkat janë më shumë. Por në atë moment njeriu duhet ta ketë parasysh mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala dhe në këtë moment ta përmirësoj sekretin e tij, ta përmirësoj zemrën e tij, duke e pas parasysh se Allahu është mbikëqyrës i zemrës dhe çdo gjë që është në brendësinë e njeriu e di Allahu subhanahu wa taala dhe i di ato që janë vepra të dukshme, por që nuk i shohin krijesat. Prandaj ka thënë Allahu ya'lamu sirra wa akhfa. Do të thënë Allahu e di të fshehtën dhe atë që është edhe më e fshehtë, ose e di sekretin dhe atë që është më e fshehtë se sekreti. Do të thënë nëse njeriu është në një vend ku nuk e sheh askush, thot një fjalë ose bën një vepër që nuk ja sheh askush, kjo është sekret, e fshehtë. Mirë, ajo që është edhe më e fshehtë është ajo që ka në zemër njeriu. Edhe atë e di Allahu subhanahu wa taala. Për këtë shkak, takwaja është përmirësimi i zemrës. Kjo ruajtja, do të thonë, është përmirësimi i zemrës, që ta shfaqë njeriu zemrën e tij të pastër para Allahut subhanahu wa taala. Se ka thënë dhe me përmirësimin e zemrës, përmirësohen të gjitha veprat, përmirësohen fjalët, edhe veprat e dukshme dhe çdo mendim ose qëndrim është i përmirësuar, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu. Do të thënë në trup është një copë mishi që nëse përmirësohet i gjithë trupi dhe nëse prishet, ajo copë prishet i gjithë trupi, ala wa hiya al-qalb. Do të thënë kjo copë mishi është zemra. Çdo gjë që shfaq njeriu patjetër e ka rënien në zemër. Dhe si kam thënë për shembull, kam thënë se zemra është si rënja, kurse veprat janë degët dhe frytet. Dhe do thotë ajo që e merr bima nga toka, nga thellësia, atë shfaq jashtë, ose kam thënë gjithashtu se zemra është si kusia e mbyllur, edhe gjuha është kjo luga ose garuzhdja që nxjerr nga kusia, do të nxjerr atë që është brenda. Dhe nuk ka mundësi që njeriu të ketë vepra të këqija dhe zemrën e mirë. Nuk ekziston njeri me zemër të mirë dhe me vepra të këqija. Si edhe nuk ekziston njeri që ka zemër të keqe dhe i ka veprat e mira, përveç se përkohësisht për syefaqësi. Vetëm për dyftyrsi shfaqet para njerëzve, mirë pa ajo shumë shpejt zbulohet, realiteti zbulohet. Si do përmend këtu autori rahimahullah shumë fjalë që tregojnë se patjetër një ditë do të shfaqet realiteti i zemrës në pamjen e jashtme të njeriut. Dhe këto dy pjesë, do të thënë zemra dhe gjuha, janë pjesët më të rëndësishme të qenjes njeriut, thotë ajo që kanë zemër dhe ajo që flet me gojë, janë ato më të rëndësishme dhe të gjitha gjymtyrë tjera i ndjekin këto të dyja. Edhe nuk ka, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, kuptimi i cilit është se nuk drejtohet imani i një njeriu përderisa nuk i drejtohet gjuha. Do të thënë nuk e ka imanin e sakt nëse nuk i ka fjalë që i nxjerr të sakta. Dhe nuk drejtohet gjuha përderisa nuk drejtohet zemra. Do të thënë patjetër kjo është lidhja e të jashtmes me të brendshmën. Do të thënë ajo që ka zemra e shfaq gjuha dhe sipas asaj që shfaqet në gjuhë do të bëhen edhe veprat patjetër. Prandaj takwaja është gjëja më e rëndësishme me cilën duhet të angazhohet robi, sepse kjo është porosia që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë krijesave të tij. Ka thënë Allahu: "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Do të thënë i kemi porositur ata të cilëve u është dhënë libri më përpara dhe ju kemi porositur juve që të keni takwa, të ruheni Allahut subhanahu wa taala.
Dhe gjithashtu ka qenë porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithmonë, çdo herë kur ka dërguar një grup ose delegacion ose ushtri, i ka porositur që të kenë takwa. Do të thënë përpara se të niset edhe për luftë, grupi i ushtrisë, do të thënë ta kenë parasysh mbikëqyrjen e Allahut, të ruhen prej asaj që zemron Allahun subhanahu wa taala. Ose siç shprehen disa prej dietarëve, do të thënë takwaja është mos të shoh Allahu aty ku nuk është i kënaqur ai. Edhe mos humbësh, do të thënë mos mungosh aty ku Allahu do që të jesh. Do të thënë mos shoh Allahu aty ku nuk do ai që të jesh dhe mos mungosh aty ku do Allahu që të jesh. Do të thënë kjo është në secilën gjendje, do të thënë këtë mënyrë që njeriu ruhet prej zemrimit të Allahut, ruhet prej dënimit të Allahut në këtë mënyrë. Do të thënë që e ka parasysh se Allahu e sheh në secilin vend dhe ruhet të bëjë diçka që e shkakton zemrimin e Allahut subhanahu wa taala. Ose definicioni i takwas është diçka që e dini, po e përsërisim, do të thënë takwa është prej fjalës arabe wiqaye, që do të thënë mbrojtje ose mburoj. Dhe takwa do të thënë an taj'ala bainaka wa bain Allahi wiqayatan. Do të thënë të bësh mes teje dhe Allahut mburoj, ose mes teje dhe dënimit të Allahut të kesh mburoj. Dhe si është kjo mburoj? Duke i zbatuar urdhrat e tij dhe duke u larguar prej ndalesave të tij. Do të thënë të kesh mburoj që nuk do të kaploj dënimi i Allahut ose nuk do të kaploj zemrimi i Allahut subhanahu wa taala, duke i bërë ato që ka urdhëruar dhe duke u larguar nga ajo që ka ndaluar Allahu. Atëherë, do të thënë kjo është ruajtje, kjo është mbrojtja. Dhe ndoshta në gjuhën shqipe tingëllon e çuditshme kur themi ti ruhesh Allahut, mirë po kur e shpjegojmë se çka do të thonë, është e qartë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe prej definicioneve që kanë dhënë selefët është definicioni i njohur i Talq ibn Habibit rahimahullah, që ka thënë takwaja është të veprosh në bindje ndaj Allahut me dritë nga Allahu, duke shpresuar shpërblimin e Allahut dhe të largohesh nga mëkatet ndaj Allahut, do të thënë kundërshtimi i urdhrave të Allahut, me dritë nga Allahu, duke u friksuar prej dënimit të Allahut. Ky është definicioni më gjithëpërfshirës, do thotë për ta kuptuar fjalën takwa. Do thotë pra ti bësh veprat si ka urdhëruar Allahu me dritë, me dituri të qartë, me argument nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë e bën duke e shpresuar shpërblimin e Allahut. Dhe në këtë përfshihen dy kushtet e pranimit të veprës, do të thonë që e bën veprën me dritë nga Allahu, me udhëzim, jo me shpikje, dhe e bën vetëm për Allahun, duke e shpresuar shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe te largimi prej harameve e njëjta, do të thonë largohesh me dritë nga Allahu, me udhëzim të sakt dhe duke u friksuar prej dënimit të Allahut. I braktis ato vepra, do të thonë për të mbrojtur prej dënimit të Allahut. Dhe në këtë hadith ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma kariha Allahu minka shay'an fala taf'alhu idha khalawta. Do të thonë kur Allahu urren diçka prej teje, do të thonë urren Allahu që ti të gënjesh për shembull, ose urren Allahu të pish alkool, ose urren Allahu të shikosh haram, do të thënë këtë mos e bën edhe kur ti jesh vet, sepse mbikëqyrësi është Allahu subhanahu wa taala. Edhe është në hadith tjetër, do të thënë kuptimi i përafërt se ato që janë të ndaluara, njeriu kur është para njerëzve të tjerë, më shumë largohet. Do të thënë ka ndonjë shikim që po të kishte pas njerëz afër, nuk do ta kishte bërë, njeriu nuk do të kishte shikuar aty. Ose ka dëgjime, do të thënë lloje të zërave të ndryshëm që ka edhe të ndaluara. Nëse është dikush afër, nuk e kishte lëshuar që ta dëgjoj, edhe këtë njëjtën, do të thënë pra mos mendo se tash nëse mungojnë njerëzit
nuk mungon mbikëqyrja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj pranë hadith tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e keqja është ajo që të bre në zemër, nuk le rahat dhe nuk dëshiron që ta shohin të tjerët. Do të thënë një vepër që ti nuk do të shohin të tjerët në të, atë mos e bën edhe kur je vetë, sepse mbikëqyrësi që shet gjithçka është Allahu subhanahu wa ta'ala. Është Zoti i botëve, është Zoti i të gjithë njerëzve dhe shet çdo gjë që bën robi në secilën gjendje. Prandaj asesi mos u bëj prej atyre që ka thënë Allahu yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah, do të thënë friksohen ose shikojnë të fshihen prej njerëzve dhe nuk turprohen, nuk friksohen prej Allahut subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Kurse Allahu është me ta, do të thënë i dëgjon kur ata thonë fjalë që me të cilat Allahu nuk është i kënaqur. Prandaj mos e bëj atë edhe kur t'jesh vetë, se më meritori që njeriu t'i turprohet atij është Allahu subhanahu wa ta'ala. Që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, istahyu min Allahi haqqa al-haya. Do të thënë turprohuni nga Allahu me turp të vërtet, me turpin e plot, do thotë ta keni parasysh se Allahu ju sheh edhe turprohuni prej tij. Do të thënë pra njeriu ka turp ti kundërshtoj urdhrat e punëdhënësit të tij, që punëdhënësi ka një me thonë merit ose dhunti shumë të vogël të imët për diçka që e vepron, për diçka që e meriton njeriu. Do të thënë punëdhënësi ja jep një shpërblim të imët për punën që e bën, kurse Allahu subhanahu wa ta'ala të ka dhënë dhunti të panumërta, të shumë fishta, që të pandërprera dhe ato nuk i kemi fitu me ndonjë mund. Do të thënë Allahu na ka krijuar pa meritën tonë, na ka dhënë shikimin, dëgjimin, kuptimin, edhe na ka dhënë fuqinë kështu me radhë. Ato për gjitha këto nuk kemi punuar që ti fitojmë. Ato janë dhurata nga Allahu. Pastaj Allahu na ka dhënë urdhra dhe na ka ndaluar disa gjëra. Atëherë duhet njeriu të turprohet që ti kundërshtojë këto urdhra të dhuruesit të gjitha mirësive, subhanahu wa ta'ala. Prandaj thot autori rahimahullah, الواجب على العاقل الحازم أن يعلم أن للعقل شعبا من المأمورات والمزجورات. Do të thonë obligimi për njeriu e mençur dhe të pjekur, të plot, është që ta di se mençuria ka disa deg prej urdhrave dhe ndalesave. Ka deg, do të thënë që e tregojnë mençurinë, që janë urdhra që duhet zbatohen, edhe ka deg të tjera që janë ndalesa, do të thënë që duhet t'i largohet njeriu i mençur. Patjetër ato t'i di dhe t'i përdor në kohën e vet që të dallohet prej njerëzve të thjeshtë. Do të thënë ai që është i angazhuar me dituri, që Allahu i ka dhënë udhëzim, e ka udhëzuar në rrugën selefie, do të thënë nuk duhet të jetë njësoj si tjerët që nuk i ka udhëzuar Allahu. Allahu ka thënë, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Do të thënë a mund të barazohen ata që dinë me ata që nuk dinë. Do të thënë nuk barazohen në vlerë, edhe gjithashtu nuk bën të barazohen në vepra, edhe në sjellje ose në rrugën që e kanë. Ata që kanë dituri, ata që kanë mësuar diçka nga libri i Allahut dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata që kanë kuptuar diçka nga rruga e sahabeve, patjetër duhet të dallojnë prej të tjerëve. Duhet t'i kenë parasysh këto degët e mençurisë që duhet veprohen edhe ato që duhet të largohen. Dhe pastaj thotë unë do të përmend në këtë libër, nëse ka caktuar Allahu dhe nëse do Allahu, 50 deg prej degëve të mençurisë, prej urdhrave dhe ndalesave, që të jetë ky libër, do të thënë ky libër do të përfshijë 50 tema dhe secila temë ndërtohet mbi një hadith sahih nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose ndërtohet mbi një sunet nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj flasim për atë
do më thënë pas secilit sunet, do më thënë secilit hadith, flasim me aq sa na ka mundsu dhe na ka dhënë dhurat Allahu subhanahu wa taala dhe sukses prej tij insha Allah. Do më thënë është pak përsëritje e fjalës në hyrje që e ka thonë. Do më thënë siç e shohim secilën temë njëherë ka një hadith të sakt, pastaj shpjegime kryesisht prej fjalëve të sahabeve ose tabiinëve ose dietarëve ose poezi që kanë urtësi. Dhe ka thonë fa awwalu shu'abil aqli, do të thonë dega e parë e mençurisë ose dega më e rëndësishme kryesore e mençurisë është luzumu taqwallah. Do të thonë ti qëndroj çdo herë njeriu mos i ndahet takuas dhe wa islahu serira dhe ta përmirësoj sekretin, brendësinë e tij, do të thonë fshehtën që e ka në zemrën e tij, sepse kush e përmirëson, kush e ka brendësinë e përmirësuar, Allahu ja përmirëson anën e jashtme, dhe kush e ka brendësinë e prishur, Allahu bën që të shfaqet, do të thonë prishja edhe në anën e jashtme. Do thotë, pra takwaja dhe përmirësimi i brendësisë është edhe kuptimi i takuas, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur ka folur për takuan, ka bërë me shenjë ka zemra, ka thënë takwa ha huna, takwa ha huna, takwa ha huna. Do të thonë takwaja është në zemër. Nuk është takwaja në rrudhjen e fytyrës ose shtrydhjen e syve për të nxjerrë lot, takwaja është në përmirësimin e zemrës. Ky është realiteti dhe patjetër ky përmirësim i zemrës do të shfaqet. Pra siç është në hadith, nëse përmirësohet zemra, përmirësohet i gjithë trupi, dhe nëse prishet zemra, patjetër do të prishet edhe trupi. Pastaj ka përmendur një poezi, ka thënë, do të thonë sa bukur ka thënë një poet, idha ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu. Pra nëse mbetesh vetë në një ditë, mos thuaj jam vetë, por thuaj kam mbikëqyrës, që është Allahu. Dhe thot, wala tahsabanna Allaha yaghfalu sa'atan, wala annama yakhfa alayhi yaghibu. Dhe thot, dhe mos e mendo se Allahu është neglizhent ose gafil ndonjë çast. Nuk ka ndonjë moment ku mund ta gjejë njeriu që Allahu nuk është duke shikuar. Po, dhe gjithashtu mos mendo se ajo që fshihet prej krijesave i mungon Allahut. Do të thonë sado që ta fshehësh veprën, e fsheh, e mbulon me mure, me stresa dhe derisa e fsheh vetëm në zemër, vetëm mendimin në zemër. Edhe ajo nuk mungon prej diturisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Alam tara anna al-yawma asra'u dhahibin wa anna ghadan lin-nadhirina qaribu. Do të thënë, a nuk e kupton se koha shkon shumë shpejt? Do të thënë, dita sotme sa shpejt shkoj, edhe nesër mja është shumë e afërt. Do të thënë, është për qëllim se vdekja do të vijë shumë afër. Edhe mendon njeriu se pra mos mendoj njeriu. Njeriu i mençur e sheh se koha ik shpejt, edhe çdo ditë i afrohet vdekjes, sepse kanë thënë kullu atin qarib. Do të thënë, çdo gjë që është duke ardhur është afër, wa kullu madin ba'id, dhe çdo gjë që ka kaluar është larg. Do të thënë edhe ajo që ka ndodhur para disa çasteve, me secilin frymëmarrja është më larg dhe më larg. Prandaj çdo gjë që e kaluar është larg, por çdo gjë që vjen është shumë afër, sepse është në secilin moment duke u afruar. Pastaj ka thonë wa akhbarana Abdullah ibn Mahmud ibn Sulejman as-Sa'di قال حدثنا سعيد بن هبيرة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار. Do thot me këtë zinxhir ka transmetuar nga Malik ibn Dinar se ka thënë ittakhidh ta'at Allahi tijaratan ta'tika al-arbahu min ghayri bida'a. Ka thënë baje bindje ndaj Allahut tregti. Bindje ndaj Allahut, baje tregtin tënde, atëherë do të vinë fitimet pa mall. Pa pas mall tregtie, dhe pa shitur, do të shohësh se fitimet vetëm vinë një mbi një. Do thotë nuk është për qëllim vetëm
fitimet e dunjas. Qëllimi është se ai njeri që është i bindur ndaj Allahut, çdo herë është në fitim, edhe në është në këtë tregti fitim prurse. Si ka thënë Allahu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. A doni t'ju tregoj për një tregti që ju shpëton prej dënimit të dhëmshëm. Tu'minuna billah, do të thonë që besonin Allahun dhe t'i bani veprat e mira deri në fund të ajetit. Qëllimi është se kjo është tregtia e sigurt dhe tregtia fitimprurës. Secili që i bindet Allahut edhe ecë sipas urdhrave të Allahut është në këtë tregti fitimprurëse. Pastaj ka thonë, thot autori pra, قطب الطاعات للمرء في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر. Thot, boshti i të gjitha ibadeteve, boshti i të gjitha ibadeteve në dunja është përmirësimi i të brendshmes, përmirësimi i sekretit, do të thonë fshehtësisë që ka brenda në shpirt njeriu, në zemër, edhe largimi prej prishjes së mendimeve ose ndërgjegjes. Do të thonë ky është boshti i gjitha ibadeteve, si u sqaru, do thotë prej përmirësimit të brendësisë varet çdo gjë që është rreth njeriut. Prandaj thot obligim për të mençurin është që t'i kushtoj rëndësi përmirësimit të fshehtësisë së brendshme, ta ruaj zemrën e tij kur është, do të thënë kur shkon zemra do diçka ose largohet prej diçka, kur është në lëvizje ose kur është në qetësi, sepse njeriu, do të thënë nëse i prish këto kohë, dhe si ka mundësi t'i prish, si duhet ta ruaj zemrën. Kemi folë të libri Smundja dhe Ilaçi se zemra dy dritare. Ato janë shikimi dhe dëgjimi. Përmes këtyre prishet, dëmtohet zemra dhe për këtë shkak njeriu duhet t'i mbyll, të jetë roje e përhershme. Do të thonë të jetë roje për ta mbrojtur zemrën e tij, ta ruaj, do të thonë shikimin prej çdo lloji harami, ta ruaj dëgjimin gjithashtu prej çdo lloji harami, ta ruaj shikimin, më e rëndësishme është ta ruaj shikimin dhe dëgjimin nga dyshimet. Nëse i hap këto dritare të zemrës, që ti i shoh dyshimet dhe devijimet, edhe i hap dritaren e vezhve, do të thonë që i dëgjon dyshimet e lloj-llojshme, devijimet e ndryshme, ajo hyn, do të thonë këto shigjeta, edhe hyn këto krimba në zemër, edhe vetëm e han prej brenda, dhe në një moment shihet se është kalbur ose është prish krejtësisht zemra. Prandaj duhet shumë t'i ruaj këto, edhe duke i mbyllur, do të thonë dritaret ndaj fitneve, edhe duke i fortifiku këto dritare me dituri të saktë. Kjo është me rëndësi, do të thonë që të bëj filter të fuqishëm, do të thonë. E dini secili vendos në dritare gjatë verës, kështu rjeta që mos hyjnë insektet e lloj-llojshme. Dhe në këtë mënyrë, nëse njeriu pasuron zemrën e tij me dituri të qartë, me argumente të fuqishme, atëherë do të bëhen filter të fuqishëm, do të thënë në shikim dhe dëgjim, që mos hyjnë në zemër dyshimi dhe mos hyjnë këto prishje. Pastaj thot, nëse nuk ka robi tjetër shkak që e nxit për përmirësimin e zemrës, përveç se Allahu ja sheh zemrën, do të thonë do të kish mjaftu. Ose gjithashtu, nëse i lëm të gjitha shkaqet, sado që flasim, ka shkaqe të lloj-llojshme. Ka një shkak ose ka një realitet që Allahu do ta shfaq atë që ke pasur në zemër në ditën e gjykimit, e nxjerr të dukshme. Nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Do të thonë thot Allahu në Kur'an, për ditën e gjykimit do t'ja nxjerrim gjitha ato që i ka pasur në zemër, edhe veprat, edhe fjalët, edhe mendimet që i ka pasur në zemër, dalin një libër i hapur.
Do të thënë çdo gjë do të shfaqet. Nëse nuk ka asnjë shkak tjetër, vetëm ky, që Allahu do ta shfaq atë që e ke pasur në zemër, mjafton, do të thënë shkak i fuqishëm, do ta shfaq edhe khairan kana aw sharran. Do të thënë nëse ka qenë e mirë ose e keqe, do të dalë. Edhe atëherë duhet njeriu ta shikojë çka do ditën e gjykimit ti shfaqet. Nëse do mirë, atëherë përmirëson edhe e pajis zemrën me të mira. Nëse është i kënaqur që të ketë këqija, askush nuk është i kënaqur, do të thënë që në ditën e gjykimit t'i dalin ato të këqija, po secili pretendon në këtë dynja, mirë po i mençuri vepron edhe përgatitet për atë ditë. Yawma idhin tu'radun la takhfa minkum khafiya. Do të thënë atë ditë do të shfaqeni, do të ekspozoheni dhe nuk do të mbetet asnjë fshehtësi, nuk do të mbetet asnjë fshehtësi e fshehur. Do të thënë nuk do të mbetet asgjë që ka qenë e fshehtë, ditën e gjykimit nuk do të mbetet e fshehur. Pastaj ka thonë një poezi që ka thënë Abdulaziz ibn Suleiman al-Abrash, thot: Yulbisullahu fil alaniyati lil abdi alladhi kana yukhfihi fi as-sarira. Do të thënë Allahu ja vesh në publik, në të dukshme, ja vesh robit atë që ai e ka fshehur në brendësi. Hasanan kana aw qabihan sayubda. Në qoftë ajo e mirë, e bukur ose e shëmtuar, do të shfaqet. Kullu ma kana thumma min kulli sira. Do të thënë çdo gjë që ka ekzistuar prej secilës rrugë, çdo rrugë që ka ndjek robi. Fastahillaha an tura'iya lin-nasi fa inna ar-riya bi'sa adh-dhakhira. Prandaj turproju Allahut, ki turp nga Allahu, që nëse i bën veprat për të pa njerëzit, sepse bërja e veprës për sy e faqe, më thënë është ai grumbullimi më i keq. Do të thënë më e keqja që mund ta mbledh njeriu për ditën e gjykimit. Pastaj thot me zinxhir të tij, thot nga Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ka qenë një prej dietarëve të Banu Israilve, pastaj është bërë musliman dhe gjithashtu është bërë prej dietarëve të muslimanëve. Ka thonë: "Walladhi falaqa al-bahra li bani Israil." Pasat që u ka hapur detin Banu Israilve, unë gjejnë Teurat të shkruar se ka thënë Allahu në Teurat: "O biri i Ademit, ruhu Zotit tënd, mbaje lidhjen me familjen tënde, bëju mirë prindve tu, atëherë do të zgjatet jeta, do të lehtësohet e mira dhe do të largohet e keqja." Dhe kjo është çka ka transmetuar prej lajmeve të Banu Israilve, mirë po, do të thënë kjo është israeliat, prej israeliateve, por në kuptimi është i saktë sepse është i vërtetuar në hadith me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Takwaja është do thotë shkak për të mirat shumta në jetën e dunjas dhe në ahiret. Ka thënë Allahu: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Do të thënë kush i ruhet Allahut, kush ka takwa, Allahu ja bën çështjet e tij të lehta. Dhe po ashtu ka thënë: "Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Do thotë kush i ruhet Allahut, Allahu ja shlyen gjunahet atij dhe ja shton shpërblimet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kush do që t'i zgjatet jeta dhe të ketë bereqet në jetën e tij, do të thënë në familjen, pasuri e kështu me radhë, le të mbaj lidhjet me familjen, do të thënë le të mbaj lidhje mirë, lidhjet familjare, ose ka thonë se bamirësia ndaj prindërve e zgjat jetën." Kështu do thotë në argumentet shumta që vërtetojnë këtë kuptim. Do thotë megjithse për israeliat, do thotë nuk janë ato argument në vetvete. Pastaj ka thonë gjithashtu me zinxhirin e tij pra Imam Ibn Hibban rahimahullah, transmeton nga Malik ibn Dinar. Ka thonë Malik ibn Dinar rahimahullah ka thonë: "Innal qalba idha lam yakun fihi huznun kharib." Do të thonë zemra nëse nuk ka
nëse nuk ka në zemër gajle ose breng, ajo prishet, do të thënë si bëhet e braktisur, siç prishet shtëpia nëse nuk ka në të banor. Do të thënë nëse në zemër nuk ka asnjë synim ose breng ose qëllim, atëherë ajo fillon të rënohet, sikur shtëpia nëse lihet vetë, do të thënë fillon të prishet. Dhe pastaj e sqaron këtë, thot inna qulubal abrar taghli bi a'malil birr. Do të thënë zemrat e njerëzve të mirë vlojnë me vepra të mira. Do të thënë nëse kishim pasur mundësi ta shohim konkretisht, ta hapim atë zemrën, do të shohim se aty veprat e mira, do të thënë ka kallaballak, do të thënë ka shumë vepra të mira sikur vlon me vepra të mira. Pra nuk është e lënë, e braktisur. Por njeriu nëse nuk e ka kështu të mbushur zemrën, ajo prishet. Kurse zemrat e mëkatarëve vlojnë me vepra të këqija. Do të thënë kanë mendime, qëllime, dëshira, njerëz të mirë kanë për të bërë vepra të mira, edhe që ta arrijnë kënaqësinë e Allahut, kurse njerëz të këqij kanë të mbushura me mendime për mëkate, epshe kështu me radhë. Wallahu yara humumakum. Dhe Allahu i shikon brengat e juaja ose gajlet, do të thënë që i keni, ose qëllimet që i keni. Cilat janë ato? Fandhuru ma humumukum. Atëherë keni kujdes se cilat janë brengat dhe derthet ose gajlet e juaja. Rahimakumullah. Allahu ju mëshiroft. Thot atë që ka synim njeriu në zemër, patjetër se atë gjente Allahu subhanahu wa taala. Kjo është edhe një prej këtyre fjalëve që nxisin për përmirësimin e zemrës. Do të thënë që njeriu ta ketë zemrën plot me niyete të mira dhe niyete të sinqerta, me gjithmen. Do të thënë nuk është puna vetëm ëndra të kota, por niyete që praktikohen në praktik, që dalin, do të thënë, në pah, dhe jo vetëm mendime pa asnjë rezultat. Prandaj thot mirë. Pastaj e ka sjell këtë poezi nga Abdullah ibn Zinji al-Baghdadi. Wa idha a'lanta amran hasanan falyakun ahsana minhu ma yusarru. Thot kur të shfaqësh një punë të mirë, kur ta bësh publike një vepër të mirë, atëherë atë që e ke të fshehtë le të jetë edhe më e mirë. Do thënë ato që nëse fal namaz nafile në xhami, atëherë atë që e fal në shtëpi le të jetë edhe shumë më e mirë. Do të thënë më mirë, më gjatë, më shumë se ajo që e ke fal para të tjerëve. Ose kur e shpreh një fjalë të mirë, le të jetë ajo që është në zemër edhe më e mirë se kjo fjalë që e ke thënë. Fa musirru al-khayri mawsumun bihi wa musirru ash-sharri mawsumun bi-sharr. Do të thënë se ai që e fsheh të mirën cilësohet si i mirë. Do të thënë edhe pse i fsheh veprat e mira njeriu, përsëri në mesin e njerëzve do të njihet si njeri i mirë. Dhe ai që i fsheh mendime të këqija ose qëllime të këqija në zemër, pa marrë parasysh si shfaqet, do të lihet shenja ose emri i keq. Do të thënë pasi ka në brendësi dhe në fshehtësi të keqe. Gjithashtu transmeton Ibn Hibban me zinxhirin e tij nga Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai rahimahullah, se ka thënë inna ar-rajula la yatakallamu bil kalami yanwi fihi al-khayr fayulqi Allahu fi qulubi al-ibad hatta yaqulu ma arada bi kalamihi illa al-khayr. Do thotë ka njerëz ose do një njeri flet fjalë të mira dhe ka nijet të mirë me ato fjalë, ka qëllim të mirë që t'i udhëzoj njerëzit, t'u sqaroj njerëzve, t'i largoj nga e keqja. Dhe atëherë Allahu bën në zemrat e njerëzve që të thonë se ky ka pasur qëllim të mirë me këto fjalë. Dhe ka njeri që flet fjalë
flet fjalë me të cilat nuk ka qëllim të mirë, ka qëllim të keq, atëherë Allahu i frymëzon zemrat e njerëzve që të thonë ai pat qëllim të keq me këto fjalë. Kjo është punë e zemrës që nuk e di askush. Kur e flet dikush fjalën, duket e mirë ose është e keqe për shembull në dëgjimin e njerëzve, nuk e di asnjë njeri se çka ka në zemër ai. Mirë, po nëse e ka me të vërtet niyetin e pastër dhe të mirë, atëherë Allahu ban që njerëzit ta njohin këtë mirë. Allahu i frymëzon zemrat e njerëzve që ta njohin të mirën, siç thuhet, thotë fjala që del nga zemra ndikon në zemër. Fjala, ka njerëz që kanë oratori shumë të gjerë, të fuqishme, fjalë të bukura, mirë po nuk ndikojnë të njerëzit, edhe nuk i merr askush, nuk përfiton prej këshillave të tyre. Edhe kjo është shenjë se nuk ka dalë nga zemra e pastër, nuk është niyeti i pastër dhe dëshira e pastër, siç ka qenë dëshira e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, që t'i udhëzoj njerëzit, edhe është mundu shumë, edhe ka tregu Allahu subhanahu wa taala se ai vetëm sa nuk e shkatron veten nga dëshira edhe brenga që njerëzit të udhëzohen, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ne të kemi dërguar ty vetëm si mëshirë për njerëzit. Ka qenë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem mëshirë dhe ka dashur që njerëzit të udhëzohen. Edhe ajo është shembulltyra jon. Dhe kur njeriu e ka me të vërtetë këtë synim, fjala e tij do të ndikojë, herët ose vonë do të ndikojë te zemrat, kurse fjalët e atyre që kanë qëllim, ndoshta e thot hakun, flet për islamin, edhe argumentet, nxit për sunet, mirë po, në zemrën e tij ka dëshirë që duket se është i mençur, ose duket se është njeri i sunetit, që ta lëvdojnë njerëzit. Kjo fjalë nuk ka ndikim dhe nuk sjell rezultate të mira. Pastaj ka thënë, gjithashtu me zinxhir tjetër, transmeton nga Ayub as-Sikhtiyani, rahimahullah, se ka thënë, e kam dëgjuar Hasan al-Basrin, nga Ajubi thot nga Hasan al-Basri, rahimahullah, ka thënë, innakum wuqufun ha huna tantadhiruna ajalakum, ka thënë ju jeni në këtë dunja, duke pritur, si në stacion duke prit njeriu, jeni duke pritur momentin e vdekjes. Dhe kur të vi vdekja, atëherë do t'i shihni lajmet, do t'i shihni këto që keni vepruar. Prandaj ka thënë khudhu mimma indakum lima ba'dakum. Atëherë merrini këto tani që i keni, që t'ju bëjnë dobi pas vdekjes. Vepronin këtë dunja me takwa dhe mundohuni të arrini kënaqësinë e Allahut në dunja, që ta keni për pas vdekjes, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Pajisuni, për udhtim, grumbulloni, pajisuni për udhtim, dhe pajisja më e mirë është takwaja, që do t'jetë për udhtimin e përhershëm. Pastaj thot autori rahimahullah, pra obligimi të mençurit është që ta përgatitet, pajiset, grumbulloj takwa sa më shumë të vepra të mira, duke e përmirësuar zemrën e tij, duke i larguar prishjet nga zemra, duke i larguar mangësitë në ibadete, dhe duke hecur në përmirësimin e zemrës, kur zemra është që përgjigjet ose që refuzon. Sepse ndonjëherë zemrës së njeriut i vjen ndonjë përtaci ose lodhje. Ka periudha ku njeriu dobësohet. Edhe ka periudha ku ka vullnet dhe zell, është i zellshëm për të bërë vepra të mira. Në ato momente kur ka zell, duhet njeriu edhe më shumë ta shtojë këtë zell, edhe ta shfrytëzoj për të bërë vepra të mira. Dhe në momentet kur nuk ka shumë zell, atëherë duhet ta mbaj zemrën edhe veten e vet
që t'i kryej obligimet, patjetër. Do të thonë mos të shkaktoj kjo përtaci largim edhe prej kryerjes së obligimeve. Do të thonë kur ka vullnet, kur ka zell më shumë, atëherë i shton ibadetet nafile më shumë. Kur nuk ka, nuk e detyron me zor vetveten në lodhje, me thonë, ose në përtaci që të kryeje nafile, por e detyron veten që t'i kryej obligimet. Kurse nafilet i le për kohën kur është më në formë ose më me energji për ibadet. Pra thot, prandaj kur tjetë zemra e vërsu ose drejtuar drejt adhurimit, atëherë i kryen ato që janë punë më të mira, do të thonë të preferuara. Por nëse zemra nuk shkon në atë drejtim ka dëshiron ti në atë moment, atëherë e mban, si me thonë, me e frenon që mos bjerë në haram edhe mos i lër obligimet. Sepse me pastrimin e zemrës pastrohen edhe gjymtyrët tjera. Pastaj thot, ka thonë Muntasir ibn Bilal ibn al-Muntasir al-Ansari, pra ky poet, ka thonë wa inna amran lam yasfu lillahi wa in imra'an lam yasfu lillahi qalbuhu la fi wahshatin min kulli nadhrati nadhiri wa in imra'an لم يرتحل ببضاعة إلى داره الأخرى فليس بتاجر وإن امرأ ابتاع دنيا بدينه لمنقلب منها بصفقة خاسر. Do thot, nëse një njeri nuk mbledh, do të thonë këto mallin e takuas nuk e mbledh në dunja, atëherë nuk është tregtar i mirë për në ahiret. Dhe nëse njeriu e ka shitur fen për të arritur dunjan, atëherë ai e ka bërë këtë tregti shkatruese ose humbse. Pastaj ka thënë transmeton Imam Ibn Hibban me zinxhirin e tij nga Khalid al-Rabi, se ka thënë, ka tregu diçka për Lukmanin. Thot Lukmani ka qenë rob Abisinas, edhe ka qenë zdrukthar. Njëherë zotria tij e ka urdhëruar që t'i therrë një dele, dhe ai e ka therrur delen. Pastaj ka thonë, mi sill 2 pjesët më të ëmbla, më të shishme të deles, dhe ja ka sjell gjuhën dhe zemrën. Pastaj kanë kalu disa ditë dhe i ka thonë ma therrë edhe një dele, e ka therrur, i ka thonë mi sill 2 pjesët më të fliçta të trupit, do të thonë më të këqijat që janë në trupin e deles, dhe ja ka sjell Lukmani gjuhën dhe zemrën. I ka thonë zotria e tij, edhe herën e parë kur thash mi sill më të mirat, ma solle gjuhën dhe zemrën, edhe herën e dytë kur thash mi sill më të këqijat, ma solle gjuhën dhe zemrën. Ka thonë, pra ka thonë Lukmani, se ato janë 2 pjesë më të mira nëse pastrohen, edhe janë më të këqijat nëse prishen. Do të thonë, nëse nuk shikohet, rregullohet zemra, bëhet pjesa më e keqe e trupit, edhe nëse nuk pastrohet gjuha, gjithashtu bëhet pjesa më e keqe e trupit. Se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në mëngjes, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ngrihet robi në mëngjes, atëherë gjuha u drejtohet të gjitha gjymtyrëve. Dhe i thot, të gjitha gjymtyrët i drejtohen gjuhës. Edhe i thonë, ittaqillah fina. Do të thonë, ruhu Allahut, ki frikë, ki kujdes për ne. Do të thonë, mos na merr në qafë neve, se nëse ti drejtohesh, drejtohemi edhe ne. Dhe nëse ti shtrembohesh, shtrembohemi edhe ne. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lutjet e tij ka thënë, Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. O Allah, të kërkoj zemër të shëndosh dhe gjuhë të sinqert, gjuhë që e thot të vërtetën. Ose pashtu në dua tjetër, ihdi qalbi wa saddid lisani. O Allah, ma udhëzo zemrën dhe ma drejto gjuhën. Përmes këtyre, do thot, bëhet takwaja e vërtet,
edhe arrin njeriu përmirësimin. Po ashtu ka thënë ky poet Mansur ibn Muhammad al-Kuraizi, ka thënë: "Wa mal mar'u illa qalbuhu wa lisanuhu, idha hasalat akhbaruhu wa madakhiluhu. إذا ما رداء المرء لم يكن طاهرا فهيهات أن ينقيه بالماء غاسله." Pra, kjo është shprehje poetike. Do thotë njeriu është siç e ka zemrën dhe gjuhën. Nëse zemra dhe gjuha i kanë do thotë punët e mira dhe ato rrugët në të cilat hyn janë të mira. Dhe nëse ridaja, thot, e ka për qëllim zemrën, nëse zemra e njeriu të është e papastër, nuk ka mundësi ta laj atë askënd. Me detergjente dhe me ujë nuk lahet, nëse njeriu nuk e ka pastruar me vepra të mira dhe me bindje dhe niyete të mira. Dhe thot: "Wama kullu man takhsha yanaluka sharruhu, wala kullu man ammaltahu anta na'iluhu." Dhe thotë, jo se cilit që i friksohesh, do të vi do një dëm prej ti. Edhe jo se cilit që shpreson diçka, do të arrish të mirën e ti. Dhe thotë, nuk është çdo herë ka mundësi që njeriu i friksohet armikut të tij shumë, mirë po nuk i vjen asnjë keqe nga armiku, ose ka shpresa të mëdha në diçka dhe nuk e arrin atë. Kjo është e gjitha me caktimin e Allahut, se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, dije se nëse i gjithë njerëzimi mblidhen që të dëmtojnë diçka, nuk mund të të dëmtojnë me asgjë përveç asaj që ka shkruar Allahu. Edhe nëse i krejt njerëzimi mblidhen të ta sjellin një të mirë, nuk mund të sjellin asgjë përveç asaj që ka shkruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ka thonë: "Jaffatil aqlam, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf." Pra lapsi është ngritur, nuk shkruan më, dhe fletët janë tha, nuk ndryshohet ajo që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj njeriu duhet të drejtohet veprave të mira dhe përmirësimit të zemrës, dhe nuk ka nevojë të friksohet shumë nga dëmet e krijesave, sepse edhe në praktike shë njeriu ka në një frikë të madhe, kujdes të madh prej ndonjë drejtimi, mirë po nuk i vjen asnjë keqe nga kjo anë. Edhe ka shpresa të mëdha dhe nuk i arrin ato shpresa. Prandaj duhet t'i lidh shpresat dhe frikën vetëm me Zotin e tij subhanahu wa ta'ala. Allahu ka përmendur këtë, domethënë edhe për idhujt, pra ata që nuk e kanë pastru zemrën me tauhid edhe friksohen prej idhujve të tyre. Ka thënë Allahu: "Qul afara'aytum ma tad'un min dunillahi in aradani Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durri." Domethënë thuaj, shikoni këto që i adhuroni përveç Allahut. Nëse Allahu do të ma sjell një të keqe, a mund këto ta pengojnë të keqen që e ka caktuar Allahu? Au aradani bi rahmetin hal hunna mumsikatu rahmeti, ose nëse do Allahu të më përfshi me mëshirën e tij, a mund ata këto që i adhuroni, a mund ta ndalin mëshirën e Allahut? Pra nuk ka dyshim se askush nuk mund të ndikojë në atë që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj në vazhdim të ajetit ka thënë: "Qul hasbi Allah", pra thuaj, më mjafton Allahu. Thot mbështetja dhe bindja është vetëm ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj ka thonë, thot Allah: "Akhbarana Ahmed ibn Isa ibn Sukain bi Wasit." Do të thënë na ka treguar Ahmed ibn Isa ibn Sukain në Wasit, që është një qytet të cilin e ka ndërtuar Haxhaxhi, do të thënë është mes Basras dhe Kufës, ka ndërtu, do thotë, prandaj është quajtur Wasit, që do të thonë mesatar, që është mes Basras dhe Kufës. Pra autori, si tham, ka hecur në shumë vende, nga Ahmed ibn Isa ibn Sukain ka mësuar në Wasit. Ai ka thënë: "Haddathana Abdul Hamid ibn Muhammad ibn Mustam", deri në fund të zinxhirit. Ka thënë pra ka thënë dikush se ka shku te Omer ibn Abdulaziz dhe e dëgjova duke thënë
Pra hyrat e Omer ibn Abdulaziz dhe dëgjova duke thënë: La yattaqillaha 'abdun hatta yajida ta'ma adh-dhull. Ka thënë nuk e arrin takuan asnjë njeri derisa të ndjej ëmbëlsi në përulësi. Do të thonë në përulësinë e adhurimit. Kur njeriu tregohet fukara, i varfër, nevojtar para Allahut subhanahu wa taala, për ulet, bien sejdë, i ngre duart si lyps para Allahut edhe e ul vetveten, kur e ndjen këtu ëmbëlsinë, do të thënë këtij ibadeti, atëherë e arrin takuan me të vërtetë. Pra thot Omer ibn Abdulaziz rahimahullah. Pastaj thot autori rahimahullah: al-aqilu yufattishu qalbahu fi wurud al-awqat. Do të thënë njeriu i mençur e kontrollon zemrën e tij në secilën kohë. Do të thënë çdo kohë, pra varësisht prej periudhës, njeriu i mençur e shikon zemrën, nuk e le pa kontroll ose pa mbikëqyrje, dhe e ndal zemrën, e ndal vetveten, do të thënë nga të gjitha llojet e ndalesave, të gjitha llojet e harameve, dhe e shtyn, do të thënë zemrën për kryerin çdo urdhri, dhe gjithashtu e bën të zgjuar zemrën në momentet kur lodhet, si më thënë kur e kaplon gafleti zemrën, atëherë e ringjall ose e rizgjon zemrën. Dhe si thamë më herët, do të thënë kur njeriu se i ka humbur vullneti ose energjia për ta zonë për ibadet, atëherë e detyron vetveten që t'i kryej obligimet, nuk e detyron për nafile. Por kur ka vullnet dhe aktivitet, atëherë i shton më shumë nafilet. Mirëpo edhe në këto kohë kur është në këtë lloj të gafletit ose gjumit, e kontrollon zemrën, edhe shikon çka shkaku, pse erdhi, do të thënë deri dje isha shumë vullnet për të bërë ibadet, për t'u fal, do të thënë çdo natë, edhe tani disa ditë më ka kaplu kjo lodhja ose mërzia. Çka shkaku, duhet ta di njeriu, se çka u bën shkak që u largova prej adhurimeve nafile. Do të thënë nëse është ndonjë mëkat që e ka bën, e rishikon edhe pendohet prej mëkatit, edhe ban istighfar, do të thënë kërkon falje tek Allahu, edhe përmirëson zemrën. Do të thënë ky është rizgjimi i zemrës. Nëse është për shembull për shkak ndonjë shoqërie të dëmshme, do të thënë e di se derisa fillova të shoqërohem me filanin, isha shumë mirë. Atëherë, do të thënë duhet ta shikoj këtë edhe të largohet prej asaj shoqërie, sepse njeriu, do të thënë ai vetvetja e tij është kapitali kryesor. Do të thënë duhet ta përmirësoj vetveten. Edhe nëse ka qenë niyeti i shoqërimit me dikan, përmirësimi i tij, po nuk ke arritur, edhe ke pas se ka ndiku për ndonjë dobësim, njeriu i mençur e vren kur dobësohet. Edhe e di humbjen e vullnetit për të mësuar, për shembull, për të kërkuar dituri ose për të bërë ibadete, ose fuqinë për ta shfaqur sunetin, se gjithë e dim se në kohën tonë, ndonjëherë njeriu ka më shumë fuqi dhe guxim që ta flasë sunetin, ta praktikojë sunetin, pa marrë parasysh çfarë rrethi është, por ndonjë kohë, ndonjë rast ndodh se turprohet prej rrethit, edhe nuk e praktikon sunetin, edhe bëhet si tjerët. Atëherë duhet patjetër ta shikoj cili ka qenë shkaku, pse erdhi kjo dobësi. Më thënë njeriu i mençur e shikon, e kontrollon veten edhe e rizgjon zemrën. Nëse e sheh se ka qenë shkaku për shembull largimi prej mësimit, ose largimi prej një shoqërie të mirë, ose afrimi me një shoqëri të keqe, ose rënia në disa gjunahe, ose zemra ngurtësohet, do të thënë nëse kjo është këshill për ju të gjithë, se shumë e vërejmë, se shumë i ndiqni fjalët e bidatxive. Me një jetë të mirë, unë e di, do të thënë disa, për t'i gjetur ato dobësitë e tmerrshme që i kanë ata, edhe që të refuzohen, kjo deri në një kufi është e dobishme. Por
zgjerimi në ndjekjen e çdo gjë që nxjerrin bidatxhit, çdo fjalë, çdo budallallëk, domethënë që e nxjerrin bidatxhit, nëse vazhdon vazhdimisht, kjo e ngurtson zemrën. Nëse vazhdimisht merresh vetëm me ata, domethënë ta bën zemrën të ngurtë, të largon prej ibadetit, nuk të le të përqendrohesh në leximin e Kuranit për shembull, në dëgjimin e mësimit, do thot patjetër ajo ndikon për të keq, si kanë thënë prej selefëve, se nëse ai që ulet me njerëz të bidatit ngrihet njësoj si ka qenë kur është ulur, nuk do të kisha fol asnjë fjalë. Domethënë nuk do të kishim paralajmëruar. Mirëpo nuk ka mundësi që njeriu të rri me njerëz devijum dhe mos të kenë ndiku në ndonjë aspekt. Prandaj keni kujdes, bëhuni të mençur edhe ruheni vetveten më shumë se çdo gjë tjetër. Pastaj ka përmendur tjetër poezi. Pra, siç e shohim, thot autori rahimahullah më shumë është zgjeruar në përmendjen e fjalëve të urta, poezive, fjalëve të transmetuara gjurmëve nga selefët. Ka thënë, thot Ali ibn Muhammad al-Bassami, wa idha bahathta 'an at-taqi wajadtahu rajulan yusaddiqu qawluhu bi fi'alihi. Domethënë nëse hulumton njeriu në devotshëm që ka takwa, si do ta gjesh? Do ta gjesh burr që fjalët e veta i vërteton me veprat e veta. Domethënë atë që flet e tregon në vepër dhe jo fjalë shumë të bukura, nxitje shumë të mira, kurse kur t'ia kontrollosh veprat në kundërshtim me fjalët që i ka thënë. Wa idha ittaqa Allaha imru'un wa ata'ahu fayadahu bayna makarimin wa ma'ali. Do të thënë nëse njeriu ka takwa ndaj Allahut, edhe i bindet Allahut, atëherë prej duarve të tij ka vetëm fisnikëri dhe punë të larta, do të thënë moral të lartë. Wa 'ala at-taqi idha tarasakha fi at-tuqa tajani, taju sakinatin wa jamali. Do thotë njeriu i devotshëm që ka takwa, nëse thellohet në takwa, i bëhen dy kurora, do të thënë dy stolisje dhe mirësi, kurora e qetësisë dhe kurora e bukurisë. Wa idha tanasabat ar-rijalu fama ara nasaban yakunu ka salihil a'mali. Edhe kur njerëzit fillojnë të mburren me prejardhjen, do të thënë thot njëri, unë jam shqiptar, tjetri thot unë jam ky kom, tjetri thot unë jam prej kësaj familje, tjetri thot unë jam prej këtij vendi, do të thënë për tregu mburrje, cila është mburrja më e mirë? Veprat e mira. Do të thënë ditën e gjykimit nuk bën dobi asnjë prejardhje, asnjë ngjyrë, asnjë komb. Ditën e gjykimit bëjnë dobi vetëm besimi i pastër, zemra e pastër dhe veprat e mira. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, fa idha nufikha fi s-sur, do të thënë kur ti fryhet surit ditën e gjykimit, fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun. Atëherë nuk ka prejardhje, origjina ose mburrje, do të thënë me paraardhësit. Aty dhe askush nuk pyetet për ato. Nuk pyetet pika e ki babën ose pika e ki dajt, si thënë tëna. Do të thënë pyetet cili ka qenë besimi yt dhe cilat janë veprat e tua. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Dhe ata që i kanë pesoret e rënda me vepra të mira, ata janë të shpëtuarit. Kurse të tjerët që e kanë harxhu jetën e kësaj bote, e kanë harxhu me mburrje, me prejardhje, me nacionalizëm, e kështu me radhë, me racizëm e tjera, ato ditën e gjykimit i kanë pesoret e lehta, nuk kanë aty, më thënë, vepra që rëndojnë në pesore. Kush i ka pesoret e rënda, fa ulaika humul muflihun. Ata janë ata të shpëtuarit, tjerët janë të shkatruar. Pastaj thot, akhbarana al-Qattan bir-Raqqa. Dhe na ka treguar ky dietar al-Qattan në qytetin Raqqa. Edhe ka përmendur zinxhirin, thot se do të thënë Ibn Abi Rabi'i ar-Rafi'i. Çdo herë e ka sjellë si shembull këtë varg të poezisë, khairum min al-mali wal ayyamu muqbilatun jaybun naqiyyun min al-athami wad-danasi. Thot pasuria më e mirë për ditët që vijnë, do të thënë për në ahiret, është
mund ta përkthejmë xhepi i pastër prej mëkateve dhe fllitësirave. Mirpo xhep, arabisht i thënë kësaj, domethënë ku hi koka në rrobë. Domethënë që kjo, do thotë poshtë xhepit çka ka në zemër në veprat e njeriu të jetë e pastër, mos ketë mëkate dhe papastërti. Kjo është pasuria më e mirë për ditën e gjykimit. Gjithashtu transmeton nga Hasan al-Basri se ka thonë afdalul amali al-wara'u wat-tafakkur. Do thot vepra më e mirë është al-wara'. Dhe fjala wara' do thot frikë nga Allahu, duke pas parasysh se Allahu të sheh, njeriu kujdeset se çka vepron. Domethënë kujdesi i plot në secilën vepër, në secilën fjalë, me llogarit atë që e thua dhe atë që e bën, se është duke të mbikëqyrë Allahu subhanahu wa taala dhe do të japësh përgjegjësi për të. Kjo është vepra më e mirë dhe tjetra at-tafakkur. Domethënë mendimi ose meditimi për fjalët e Allahut, për fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu për krijesat e Allahut. Se këtë vepër e ka lëvdu Allahu subhanahu wa taala, i ka përmendur besimtarët e mirë, të devotshëm, ka thënë dhe të mençur, ka thënë inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Do të thonë, në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe ndryshimin e natës dhe ditës ka argumente për njerëz që kanë logjik, që kanë mendje të fuqishme. Do thotë, besimi është vetëm rezultat i mendjes së shëndosh. Do thotë, kurse tani e shihni ka propagandë të fuqishme, të tmerrshme, të egër për t'i nënçmuar besimtarët, sigur nuk janë shkolluar ose nuk kanë dituri ose nuk mendojnë. Mendimi i thellë thot pra Allahu subhanahu wa taala ulul albab, do të thonë ata që kanë lub, që do të thonë kanë logjik të fuqishme, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Do të thonë janë ata të cilët e përmendin Allahun në këmbë, ulur dhe shtrir. Vazhdimisht e përmendin Allahun, nuk e harrojnë, do të thonë i kujtojnë të mirat e Allahut, edhe bëjnë dhikr me gojë gjithashtu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, edhe mendojnë, logjikojnë, meditojnë për krijimin e qiejve dhe të tokës. Do të thënë ai që është i mençur, çfarë rezultati do të arrijë? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Do të thënë o Zoti, nuk e ke krijuar gjithë këtë kot. Do të thënë çfarë mençuria është ajo e atyre që thonë se çdo gjë është vetëm kot, vetëm rastësisht. Do të thënë nuk ka asnjë kuptim. Edhe ateistët thonë njeriu është pluhur kozmik. Do të thënë vetëm ato eksplodimet edhe shpërthimet e kështu me radhë janë formu, nuk është asgjë tjetër. Siguri si njeriu, nuk ka dallim. Prandaj me çfarë peshoret moralit i sulmojnë muslimanët, kur te ata nuk ka peshoret moral, nuk ka dallim, domethënë gurja ka ndonjë përgjegjësi. Nëse prej tërmetit rrezohet një gur prej ndonjë vendi më të lartë, edhe bën dëm ose bën diçka mirë, a ka shpërblim ose dënim? Do të thënë te ateistët edhe njeriu është ashtu. Nëse ka dëshirë ai ta vjedhë, edhe vjedh, do të thënë ajo është vetëm lëvizje e qelizave, nuk është diçka ndonjë përgjegjësi. Pra nuk ka asnjë peshore të moralit. Nuk ka, bile fjalën moral, do të thënë është që e luftojnë shumë, se morali është thënë shpikje, nuk ekziston. Dhe çfarë mendje kanë ata që thonë gjitha këto, do të thënë gjithë ky sistem i përkryer, i përsosur, është vetëm kot. Ajo është, do të thënë vetë tamam thelbi i budallëllëkut. Kurse mençuria, ka thënë Allahu, pra këta ulul albab e përmendin Allahun, mendojnë për qiejt dhe tokën, edhe thonë Rabbana ma khalaqta hadha batila. O Zotin, nuk e ke krijuar këtë kot. Patjetër se ka qëllim madhështor që ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë i përmendëm ateistët, po edhe ata tjerë që thonë se ka Zot, po nuk e dim, do të thënë çka është ose çka kërkon kështu. Prap bie se çdo gjë që ka krijuar ai Zot është e kot. Edhe kjo është
prej fjalëve më të këqija që thuhen për Zotin subhanahu wa taala. Do të thonë, gjitha krijesat i ka kriju pa asnjë qëllim. Kurse njerëzit e mençur thonë Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. Do të thonë, o Zoti ynë, nuk i ke krijuar këto kot, pra i lartësuarje, nuk ket meta, se krijimi i kot është e met, e madhe, është mangësi. Do të thonë, nëse e pyet dikon pse e bën këtë, thot veç kot, secili i mençur e kupton se ka mangësi, pse bën kot, do të thonë, pra kjo nuk mendohet për Zotin subhanahu wa taala. Thot subhanak, prandaj thon, ti je i lartësuar, i pastër nga tmetat, faqina adhaban nar, pra na ruaj prej dënimit të zjarrit. Kjo është rezultati i mendimit thellë dhe logjikës shëndosh. Pra, kjo ka thënë Hasan al-Basri se vepra më e mirë është al-wara, kujdesi dhe meditimi, mendimi. Thot autori rahimahullah, al-aqilu yudabbiru ahwalahu bi sihhati al-wara, do të thonë i mençuri i rregullon, i sistemon veprat e tij ose gjendjet e tij me kujdes, me wara. Edhe gjuhën e lëviz vetëm me taqwa, sepse kjo është, do të thonë, dega e parë e mendjes, e mençurisë, dhe nuk ka tjetër mënyrë përveç se me përmirësimin e zemrës. Pastaj ka thënë këtu disa shprehje shumë të larta, thot ومثل القلب العاقل إذا لزم رعاية العقل, do të thonë shembulli i mendjes së shëndosh, do të thonë shembulli i zemrës së të mençurit. ومثل قلب العاقل, do të thonë shembulli i zemrës së të mençurit është kur ai kujdeset me mençuri, do të thonë për zemrën e tij, thot كأن قلبه شرح بسكاكين التقية. Do të thonë zemra e tij është pre, do të thonë për operacion. Do të thonë tani fillon ai ta përmirësoj zemrën. Është pre me thikën e takwas, me thikën e devotshmërisë. Thumma mulliha bimilhil khashya. Pastaj është kriposur me kripën e frikës ndaj Allahut. Do të thonë që të hiqet çdo e keqe prej zemrës, pasi si kripa që e tërheq prej mishit lagështin dhe edhe disa lëndë të dëmshme që janë të, do të thonë e ka pre zemrën, e ka hapur me thikën e takwas, pastaj e ka kriposur me kripën e frikës ndaj Allahut. Thumme gjuffife biriyahil idha, pastaj e ka tha me errat e këshillave, do të thonë me errat e diturisë dhe këshillës së mirë. Thumme uhyiya bima'il qurba, pastaj e ka ringjallur zemrën me ujin e ibadeteve që afrojnë tek Allahu. Do të thonë, e ka përgatitur zemrën me takwa, e ka pastruar nga të këqijat me frikë ndaj Allahut, edhe e ka kullu, do të thonë, mirë me dëgjimin e këshillave, pastaj e ka ringjall, e ka mbush zemrën me ibadete që afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Kështu që fela yujadu fihi illa ma yurdil Maula jalla wa ala. Do të thonë, në zemër tani nuk kanë mbetur asgjë përveç asaj që e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Mirë. Pastaj ka thonë, mirë, thot një prej dietarëve, Muhammed ibn Ali ibn al-Husayn, thot, kur të arri njeriu 40 vjet, kur të arri moshën 40 vjeçare, atëherë e thret një zë nga qielli, u afru udhtimi, prandaj përgatitë pajisjen. Do të thonë, së shpejti do të udhtosh. Kjo duket sikur flitet për çështje të ghaibit, edhe pa marrë parasysh kush e ka thënë, edhe Muhammed ibn al-Husayn rahimahullah wa radiyallahu anhum, do thotë secilit, si ka thënë Ibn Taymija, për secilin njeri duhet
të sillet argument. Për secilën fjalë duhet argument dhe asnjë fjalë nuk është argument për diçka. Do të thënë fjalët e njerëzve duhet të argumentohen dhe nuk argumentohet me fjalët e njerëzve. Këtë që ka thonë se thret një za, do të thënë nuk është fjalë në të cilët ndërtojmë një besim për ghaibin, se e thret me të vërtet atë që i kam mbush 40 vjet. Mirë, po e marrim këtë kuptimin se kur të kalohet 40 vjet, padyshim se është afru vdekjes njeriu, edhe ka kalu shumicën e jetës, edhe me të vërtet duhet të fillojë të përgatitet më shumë për ahiretin se sa deri në atë kohë. Kjo nuk do të thonë që duhet të presë 40 vjet, edhe pastaj të fillojë, por pasi ka kalu vitet e 40-ta, do të thonë atëherë njeriu duhet t'i ketë përfunduar çështjet e dunjas dhe t'i drejtu vetëm me vepra për arritje në ahiret. Mirë, pastaj ka përmendur disa poezi, do t'i kalojmë për shkurtim të kohës. Dhe gjithashtu edhe një fjalë prapë që pothuajse përsëritet. Pra duhet njeriu vazhdimisht ta kontrollojë zemrën, ta shoh periudhën e aktivitetit dhe pasivitetit, themi. Do të thënë ka kohë kur njeriu ka aktivitet më shumë, dhe njerë pasivizohet. Do të thënë secilën kohë duhet ta gjej ilaçin edhe ta përmirësoj situatën e tij. Pastaj ka thonë, ka transmetuar nga Aun ibn Abdillah se ka thonë Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ka thonë jalisu at-tawabin fa innahum araqu afida. Ka thonë rrini, shoqërohuni me ata që pendohen shumë. Do të thonë tawabin, do të thonë janë ata që shumë pendohen, sepse secili njeri bën gabime, por më të mirët prej këtyre gabimtarëve, të gjithë njerëzit janë gabimtar, dhe më të mirët e gabimtarëve janë ata që shumë pendohen. Për secilin gabim, do të thonë brenda ditës pendohen shumë, sepse ka gabime dhe mëkate që i bën njeriu vazhdimisht, dhe kur edhe këta njerëz e kanë zemrën më të butë, vazhdimisht e din mangësitë e veta, i friksohen Allahut subhanahu wa taala, edhe pendohen për mëkatet që i kanë bërë, ata janë me zemrat më të buta, prandaj shoqërohuni me ata, sepse prej tyre do të fitoni që ju përkujtojnë, do të thënë vetë gjendja atyre ju përkujton për t'u penduar edhe ndikon për zbutjen e zemrave. Dhe mos u ulni me njerëz arrogant, do të thënë mos rrini me ata që kanë arrogancë, vetpëlqim, që nuk dinë të pendohen, sepse ashtu zemra ngurtësohet. Thuhet gjithashtu me tjetër transmetim ka transmetuar se e kanë pyetur Hasan al-Basrin rahimahullah, i kanë thënë ja Aba Said, pra kunja Hasan al-Basriut ka qenë Abu Said, i kanë thënë kejfa anta wa kejfa haluk, do të thënë si e ke gjendjen, si të pyesin njerëzit, si ke kalu, si ndjehesh e kështu me radhë, do të thënë pyetje të shumta për afrim, do thotë. I kanë thënë si ke hallet, do thotë. Ka thonë kejfa halu men amsa wa asbaha yantadhiru al-maut. Do të thonë si do ta ketë gjendjen një njeri që ngrihet mëngjes dhe e zem mbrëmja duke e pritur vdekjen, wala yadri ma yusna'u bihi, edhe nuk e di se çka do të bëhet me ta. Do të thënë vdekja është duke ardhur dhe unë nuk e di se si do ta kem përfundimin. Pra si mendon se e kam gjendjen. Kjo është pse njerëzit e devotshëm, do thot janë që vazhdimisht i friksohen Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë vetë Hasan al-Basri, besimtari i sinqert bën vepra të mira dhe friksohet, kurse munafiku bën vepra të këqija dhe ndihet i sigurt, sepse ditën e gjykimit nuk e di njeriu se çka do t'i dalë, ka shumë punë që i harron njeriu, kurse Allahu ka thënë ahsahu Allahu wa nasu, do të thënë Allahu e ka përfshirë, e ka shkruar në libër, kurse ata e kanë harru. Edhe këtu një poezi e bukur ishte do të thënë, ka thënë një poet, mos mendo se ka ikur diçka kur shkruesi, do të thënë, nuk ka harru asgjë.
me këtë kuptim, do të thonë çdo gjë te Allahu është e shënuar, edhe prandaj robi i devotshëm dhe i sinqert friksohet nga ajo që e pret pas vdekjes, edhe pse bën vepra të mira. Kurse munafiku, edhe njeriu që është larg imanit, bën vepra të këqija dhe është shumë i sigurt, edhe ka shpresa të kota për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj ka thonë në një poezi tjetër, Mansur ibn Muhammad al-Kuraizi, ka thonë takhayyar qarinan min fi'alika inma yazinu al-fata fi al-qabr ma kana yaf'alu. Do thotë zgjidhi veprat e tua si shoqërues, sepse njeriu në varr e zbukurojnë veprat e tij, ajo që ka bërë. Edhe nëse angazhohesh me diçka, atëherë angazhohu, mos u angazho me asgjë përveç se me atë që e kënaq Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të thënë mos harro të përgatitesh ose mos e le pas dore që të përgatitesh për varrin, për atë ditë kur do të thirrësh dhe do të merresh në llogari, sepse njeriu e shoqëron edhe para vdekjes edhe pas vdekjes. Shoqëruesi i vërtet janë veprat e tij që shoqërojnë çdo herë, dhe njeriu është në familjen e tij vetëm si musafir. Domethënë është duke qëndruar në mesin e familjes së tij për një kohë të caktuar, pastaj shkon, largohet dhe vazhdon udhëtimin për në ahiret. Pastaj ka thonë gjithashtu nga thot transmetohet nga Abdulaziz ibn Suleiman Abbadan, njëherë kur ka ardhur, ka thënë saffu lil mun'imi qulubakum, do të thënë pastrojini zemrat për dhuruesin e dhuntive, për Allahun subhanahu wa taala që ja ka dhënë gjitha këto dhunti. Yakfikumul mu'na 'inda hammikum. Atëherë Allahu do t'ja heq brengat atëherë kur keni vështirësi. Do të thonë, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda. Do të thonë, njihe Allahun kur je i qetë, atëherë Allahu do të njohë ty kur je në vështirësi. Do të thonë, bëhu i bindur ndaj Allahut dhe kujtoja Allahun kur nuk ke ndonjë problem. Atëherë kur do të vinë vështirësitë, atëherë do ta gjesh ndihmën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj ka thonë gjithashtu nga thot vetë autori rahimullah, se ka thonë ky Abdulaziz ibn Suleiman Abbadan, pastaj ka vazhduar, ka thonë law khadamta makhluqan fa atalta khidmatahu. Do të thonë nëse i shërben dikujt prej krijesave për kohë gjatë, prej njerëzve, po bile nëse e analizojmë edhe kafshëve, nëse u shërben kafshëve, u bën mirë për një kohë gjatë, nuk ta harrojnë, edhe nuk t'i kthen urdhrat. Do të thënë nëse i kërkon diçka atij që i ke bërë mirë kohë gjatë, i çon vend ato kërkesat e tua. Atëherë thotë, si mendoni ju për atë që ju a ka dhënë gjithë këto dhunti, mëngjes e mbrëmje, do të thënë edhe ju vetëm jetoni dhe silleni vetëm nëpër dhuntitë e Allahut subhanahu wa ta'ala, por bëni vepra që shkaktojnë zemrimin e tij. Do të thonë çfarë fytyre dhe çfarë turpi ka njeriu, ose sa i mungon turpi edhe çfarë fytyre ka, që i shfrytëzon të mirat e Allahut dhe i kundërshton urdhrat e tij subhanahu wa ta'ala. Atëherë në fund, thot autori rahimahullah, lan tasfu al-qulubu min wujudi ad-darani fiha hatta takuna al-himamu fillahi hamman wahidan. Do të thonë, zemra nuk pastrohet nga papastërtitë që i ka, përderisa të gjitha brengat që i ka zemra bëhen një, vetëm një breng, që ta arrin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë, nëse e bën këtë, atëherë nuk do të brengoset për asgjë tjetër, dhe fundin do ta ketë fitimin e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa ta'ala, pasi është përmbajtur takuas edhe në vetmi edhe para njerëzve, se kjo është
do të thënë pasuria më e madhe për të mençurit në jetën e dunjas dhe është mjeti më i mirë për të udhëtuar për në ahiret. Ka thënë një autor, alejke bi taqwallahi fi kulli amrihi tajid ghibbehu yawm al-hisab al-mutawwali. Do të thënë qëndroj besnik takwas ndaj Allahut subhanahu wa taala në secilin urdhër, atëherë do ta gjesh fitimin në ditën e llogarisë së gjatë ose në ditën e gjatë të llogarisë. Ala inna taqwallahi khayru maghabbatin wa afdalu zadi adh-dha'ini al-mutarahhili. Edhe takwaja ndaj Allahut është fitimi më i mirë dhe pajisja më e mirë për njeriu që është duke udhëtuar. Pra më në fund, thot autori, rahimahullah, qad dhakartu hadha al-bab bi kamalihi, do të thonë këtë temë e kam përmendur të plot në do të thonë me transmetime kështu me radhë në librin Mahajjatul Muridin, do të thonë argumenti i atyre që duan t'i afrohen Allahut. Pra kjo është një prej librave të tij që ka përmendur, por që janë të humbur, se tham në fillim, edhe thot këtu besoj që aty është e mjaftueshme shpjeguar gjerësisht çështja e takwas, pra mos ta përsëritim prap këtu edhe një herë thot. Kjo tregon se ka humb shumë prej trashëgimisë këtij imami, si tham në fillim që i ka mbledhur shumë libra që vetë i ka shkruar, edhe libra që i ka dëgjuar nga dietar të tjerë që i ka shkruar, ka bën një bibliotekë të madhe. Dhe ka lënë këtë bibliotekë, do të thënë për njerëz që duan të mësojnë, për nxënës të dijes dhe dietarët. Mirë po si duket në atë vend ku ka qenë, nuk ja kanë ditur vlerën librave dhe nuk janë kujdesur për ato, edhe shumica kanë humbur. Edhe një prej atyre që ka humbur është një libër që quhet Shu'abul Iman. Do të thënë kemi Shu'abul Iman nga Bejhaqiu, po Ibn Hibban, atë që ka shkruar, nuk është, do të thënë tani për tani është i humbur, ndoshta mund gjendet. Dhe interesant ka thënë aty në librin Sahih Ibn Hibban, për hadithin që thot imani është 73 ose më shumë deg. Thot Ibn Hibbani se në librin Shu'abul Iman që e kam shkruar, të cilin e kemi të humbur tani, ka thënë i kam mbledhur këto degët e imanit, i kam shiku se cilin ajet, një nga një, çdo vepër e mirë që e përmend, që e kam nxjerr nga se cili ajet, çdo vepër të mirë që përmendet aty. Edhe i kam pas se janë bërë më shumë se 70 e disa. Atëherë e kam shiku se cilin ajet, edhe një herë, do të thënë e ka studiu se cilin ajet të Kuranit, ku përmendet një vepër e mirë se është prej imanit. Edhe atëherë kam gjetë se janë më pak se 70. Atëherë kam shiku në hadithe, ku përmenden veprat e mira si cilësitë e imanit, edhe i kam gjetë 77 ose 79 vepra që janë cilësitë e imanit. Do të thënë shumë punë e madhe, edhe përpjekje e madhe, dhe ka shkruar këtë libër në bazë të këtij hulumtimi të thellë, që është quajtur Shu'abul Iman, degët e imanit. Mirë po kjo është libër i humbur, do të thonë për shkak të pakujdesit të njerëzve në lidhje me librat. Allahu e mëshiroft Ibn Hibbanin dhe të gjithë dietarët e umetit për kontributet të çuditshme që i kanë dhënë për shërbim të fesë Allahut subhanahu wa taala, dhe ne lutim Allahun që të na bëjë të dobishme ato që na mësoj atë që na bën dobi gjithmonë, na shtoj diturinë që na bën dobi në dunja dhe në ahiret, na përmirësoj gjendjen tonë tërësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin.